Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Sot pranë jush sjell një letër, një histori të një burrit i cili ka shkruar një histori tradhtie dhe arsyen pse nuk është ndarë dot nga familja e tij për të shkuar drejt zemrës që i rihte. Nuk jam krenar për gjithçka që do të rrëfej, por në këtë pikë të jetës time nuk kam më forcë të mbaj gjithçka brenda. Jam lodhur nga heshtja, nga pritjet, nga përshtatjet, nga të qenuri gjithmonë ai duruari. Kam mbajtur për vite një martesë që nëse do e shihnit nga jashtë do t'ju dukej shumë normale. As dashuri e madhe, as dhunë, as tradhti. Të paktën jo në fillim. Vetëm një rrjedhë dhe vazhdueshme e një marrëdhënie që s'ka më jetë. Një bashkëjetesë ku as frymëmarrja nuk përputhet më. U martuam sepse më bindi. E doja, por jo aq sa për të sfiduar arsyen. Më kishte treguar se do të ndryshonte, se do punonim për dashurinë, se do të ndërtonim bashkë jetën tonë. Por ajo që ndodhi ishte e kundërta. Unë ndërtova, ajo qëndroi. I gjeta punë. E mbështeta kur ishte pa rrugdalje. I mbaja shpresën gjallë kur ajo vetë nuk kërkonte asgjë. Qëndroi në qytet sepse nuk donte të kthehej nga zona ku jetonin prindërit e saj, të ndershëm dhe të mirë, por pa mundësi, pa asnjë pasuri, pa asnjë mbështetje. Nuk donte të kthehej, por as të përpiqej të ndërtonte nuk donte. Kishte një lloj rehatie që më bënte të pyesja veten, a ka ndonjë synim kjo grua për jetën e vet? Për vajzën, për ne? E dua vajzën tonë. Ajo është arsyeja që nuk kam ikur me kohë. Është një ëngjëll me zemër të bardhë. Më pyet për gjithçka. Më përqafon natën para gjumit dhe më thot, je babi më i mirë në botë. Dhe unë ndjej një faj që më gryen çdo herë që shoh drejt një të ardhme pa nënën e saj pranë meje. Por faji nuk më ndalon më. Nuk është se e dua më pak vajzën, thjesht më duket e pa drejt që jeta ime të ngrihet vetëm mbi sakrificën time, ndërsa tjetri vetëm konsumon. Kur jemi tek prindërit e mi, ajo sillet thjesht nuk i duron dot. Nuk i ofendon, por mënyra si u kthen fjalën, si i kundërshton me një ton të ashpër, më shpon zemrën. Prindërit e mi nuk janë perfekt, por janë të butë dhe shumë të edukuar. Të lodhur nga jeta dhe nuk meritojnë të ndihen të padëshiruar. Ajo flet me ta si të ishte në një debat televiziv, pa takt, pa respekt dhe pa ndjeshmëri. Dhe më e keqja, nuk e kupton fare që po gabon. As falje, as reflektim. Më bën të ndjej sikur jam i vetëm në çdo përpjekje për të ruajtur ekuilibrin. S'më ka mbetur më dashuri. Më ka mbetur vetëm një ndjenjë përgjegjësie. Dhe kur përgjegjësia është i vetmi gur që mban martesën në këmbë, gjithçka tjetër nis të shembet. Fjalët e mia me dikë tjetër në Facebook nuk janë rastësi. Ajo më kupton, më dëgjon. Nuk më njeh nga e kaluara, nuk më ka parë në dobësitë e mia, më sheh si një njeri me potencial, jo si burim sigurie. Nuk kemi bërë asgjë ende, por po e ndjej që jam afër një vije që s'mund të kthehem më pas. Dhe e çuditshmja është kjo. Nuk ndjej faj. Nuk ndjej që po e tradhtoj në kuptimin e pastër të fjalës, sepse martesa jon ka vdekur prej kohësh. Ajo thjesht nuk është varosur ende. Njerëzit do të më gjykojnë.
do thonë bëhu burr, ndau para se të tradhtosh, por në këtë botë gjërat nuk janë gjithmonë bardhë dhe zi. Unë nuk kam frikë nga ndarja, kam frikë se si do ndikoj tek vajza. Nuk dua të rritet me kujtimin e një babai që e la, nuk dua të më kujtoj si njeriu që baraktisi familjen, dhe prap ndonjëherë mendoj se ndoshta është më mirë të më kujtoj si një baba të lumtur e të ndarë sesa si një burr i heshtur që jetonte për detyrë. Ndoshta e vetmja gjë që më mban ende në këtë marrëdhënie është frika. Dhe frika, sado që mundohemi ta fshehim, është një këshilltare e keqe. E megjithatë, në gjithë këtë rëmuj emocionesh dhe vendimesh të parealizuara, më kap ndonjëherë ndonjë boshllëk me një pikpyetje të madhe që më shfaqet pa pritur kur jam vetëm. Pse nuk ika që në fillim? Më duket sikur kam jetuar në një marrëdhënie që nuk ishte kurrë imja plotësisht. Thjesht kam qenë aty, duke pritur që ajo të më shikonte me sytë që unë e shikoja në fillim. Por ajo vështrim nuk e erdhi kur më. Më trajton si një bashkëjetues të detyruar, një figurë që duhet të ekzistoj për hir të vajzës, por jo si një burr, jo si një partner, dhe unë nuk kam ndaluar së përpjekuri. E kam dalur zemrën aty ku nuk i jepej dashuri më. Më kujtohet si një shenjë paralajmëruese që kam shpërfillur. Hera e parë kur ajo më trajtoi me indiferencë përballë të tjerëve. Nuk kërkova ndjesë sepse nuk isha bërë asgjë, por përsëri isha unë ai që u kthye i përulur, që kërkoi qetësi, që bëri hapin e parë në përpaqen. Ajo nuk e çmoi kur këtë. Me kalimin e kohës, çdo kompromis që bëja kthehej në një zakon, jo në një afrim. Dhe tani jam në një pikë ku gjithçka më mungon, përqafimi, një mesazh i papritur, një përkujdesje e vogël, një ndjenjë që jam dikushi që meriton dashurinë. Dhe këto nuk po i kërkoj më tek ajo. I kam filluar t'i kërkoj tek një tjetër. Kjo tjetër, kjo grua që ka hyrë në jetën time virtualisht, që po duket sikur më njeh më shumë se gruaja ime, më ka dhënë një ndjesi që më kishte munguar për vite. Fjalët e saj më prekin. Më risjellin ndjesinë e të qenurit burr, i dëshiruar dhe i dëgjuar. Ajo nuk më njeh personalisht, por vetëm përmes bisedave tona të gjata, ku unë jam treguar më i sinqert se me çdo tjetër, dhe në atë sinqeritet ajo nuk më ka gjykuar, thjesht më ka dëgjuar. Kjo më ka bërë të kuptoj se unë nuk jam një burr i keq, por një burr i haruar në një marrëdhënie që ka pushuar së ushqyeri jetën dhe ka nisur të ushqej vetëm rregullat dhe zakonin. Tani jam përballë një udhkryqi, që nuk është më moral, por emocional. Nuk kam frikë nga ndarja, por kam frikë nga pasojat për vajzën. E megjithatë më vret ideja se ndoshta ajo po rritet duke parë një model të gabuar dashurie. Një baba që hesht e përpiqet dhe një nën që nuk jep më. Nuk dua që vajza ime të rritet duke menduar se dashuria është durim pa reciprocitet, se martesa është vuajtje e heshtur, apo se partneri është thjesht bashkëjetues. Dua që ajo të njohë dashurinë e vërtet, që shen në sytë e prindërve, e nëse unë nuk mund ta ofroj këtë në marrëdhënien që kam, ndoshta vetmja mënyrë për t'u treguar burr dhe baba është të kem guxim të dal nga kjo marrëdhënie, për veten dhe për jetën që pret ende.